Unë besoj që biznes plani është shumë i rëndësishëm kur do me bu projekte madhore, edhe dush me ditë numrat edhe ki një farë lloj forecasti. Kur e kqyr shkolla digjitale ti s'ke pas industri të kurseve të programimit për fëmijë. Starlapsi ti sa po të kallzova që u bë mënyrën më spontane të mundshme, nuk e pamundshme për ne veç atëherë me bu proper business plan. Po për sa në tjera po, nuk është këshill, s'po them hini biznesit pa business plan, no. Ka raste në jetë që vjen një mundësi dhe ti je shumë i gatshëm për çatë mundësi, mos shko mi hub 3 muaj në business plan, go just do it. Edhe mas një muaji që ndodhi? Mas një muaji filloi Starlapsi me çata 10 veta na +2 gjithmonë, se kjo është pjesë e kulturës tonë që do vinë gjithçysh rezervë me pas, i kon 12 veta. Ka fillu me punu me qatë njëtin klient, patëm fillu me patëm provu me bo diçka me development, edhe nuk pat shku mirë. Kanë qenë ata në Amerikë shumë kompleks, u duke me majtë nora njët natës, mledhje, diqi qatë periud, kualiteti jetës tanë personale patëro shumë, se u duke puno ditën, puno natën, të shkolla digjitale puno alo shumë startup mode, e ka pas shumë punë nevoj, mu marrë me të në çdo detaj, shumë pa ta gëzuhru pa të kry, edhe kujtoti pa ta thonë hanës, hej, u kry, edhe qëtash për tëmë kur me programim mund as kella mu marrë. Na veç filloj me e gjejmë klientin e parë, fakt na gjejmë klientin neve në një farë mënyre, edhe filloj me 2 programera, qëta programera nuk kanë qenë kërkush tjetër, po kanë qenë 2 instruktorë të shkollës digjitale.